Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në një prej lagjeve më të vjetra të Përmetit, historia dhe tradita vazhdojnë të jetojnë çdo ditë. Shtëpitë me mur guri, çati tradicionale dhe mikpritja e banorëve e kthejnë zonën në një nga pikat më të veçanta të qytetit, që tërheq gjithnjë më shumë vizitor. Në Përmet, pranë qendrës rinore, po zhvillohet laboratori i sapunit, ku të rinjt mësojnë një zanat dhe krijojnë vetë produktin e tyre. Ata eksperimentojnë me teknika të reja, zhvillojnë kreativitetin dhe përgatisin produkte që mund të prezantojnë pranë bizneseve lokale si tester. Në fshatin Stegopul në bashkinë e Libovës, Anastas dhe Aleksandra Çano, 85 dhe 75 vjeç, vazhdojnë me përkushtim traditën familjare të bletarisë. Edhe pse sot kujdesen për rreth 11 koshere për shkak të moshës, ata e konsiderojnë bletarin një zanat të bukur dhe të dobishëm. Majlinda Kristo prej 25 vitesh zgjohet çdo mëngjes herët për t'i dhënë më shumë gjelbërim dhe bukuri qytetit të Përmetit, mes luleve, pembe dekorative dhe hapësirave publike që kërkojnë përkujdesje të vazhdueshme. Ajo ka kthyer punën në një mision. Ju njohim tani më gjërësisht. Në një prej lagjeve më të vjetra të Përmetit, historia dhe tradita vazhdojnë të jetojnë çdo ditë. Shtëpitë me mur guri, çati tradicionale dhe mikpritja e banorëve e kthejnë këtë zonë në një nga pikat më të veçanta të qytetit, që tërheq gjithnjë më shumë vizitor. Ndodhemi në një prej lagjeve më të vjetra të qytetit të Përmetit. Ajo që bie me njëherë në sy është arkitektura e veçantë e ndërtimit të shtëpive, me mure guri, çati tradicionale dhe oborre të rregulluara me kujdes. Po aq mbreslënse është edhe mikpritja e banorëve, të cilët ruajnë me krenari traditat dhe kulturën e zonës. Në çdo port që troket ndihet mikpritja e banorëve. Të tëra gatimet e vjetra që na ka lënë gjyshe tona i ruajmë. I ruajmë gjithmonë, do t'ja ulëm brez pas brezi këto tradita tona. Bëra një byrek me hithra, se kam fëmijët e vajzës aty dhe më kërkuan byrek me hithra dhe ja u bëra. Bëjmë tëranan, bëjmë petkat, bëjmë tërhanin e ashpër. Glikot përmetare janë të tëra. Edhe reçelnat i bëjmë të gjitha. Patjetër që i ruajmë traditat dhe ne këtë e kemi ndjekur edhe nga paraardhësit tanë, edhe vazhdojmë ta bëjmë sot edhe t'u alëm edhe të tjerëve. Për shembull, traditat jonë janë edhe gatimet, edhe mikpritja, edhe respekti për të tjerët. Japim rëndësi edhe pastërtisë, bukurisë, kur vjen tani marsi, fillojnë ndryshojnë koha, fillojmë hapim lule. Arkitektura e lagjes tërheq vizitor vendas dhe të huaj, të mahnitur nga bukuria e saj. Është një edukat që është përcjell për shumë breza dhe besoj se do vazhdoj të ruhet. Por nuk bëhet fjalë vetëm për arkitekturën, sepse në gjëra tradicionale duhet filluar që nga gjëja më e vogël. Nëse do vini në sezon, sepse tash është pak periudhë vështirë, do shikoni që një pjesë e mirë e tyre jo vetëm çuditën, po mahniten nga ajo çfarë gjejnë këtu. Jo vetëm nga gjëra karakteristike, por edhe nga natyra. Është një natyrë ndërthurur në mënyrën më të mirë të mundshme, ku kemi dhe malin, dhe luginën, dhe kodrën, dhe fushën. Imagjino këtu futet edhe këtë pjesën tjetër të ruajtjes në karakteristikës së lagjes së vjetër të qytetit të Përmetit, dhe pyetja ose më saktë përgjigjja atyre është që si ndodhemi ne këtu. Në Përmet, çdo rrugicë, çdo port flet për një kulturë që mbetet e gjallë edhe të fton ta vizitosh. Me rastin e ditës ndërkombëtare të gjuhës amtare, Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro publikoi një mesazh urimi në rrjetet sociale, duke vlerësuar rëndësinë e gjuhës shqipe si pjesë thelbësore e identitetit kombëtar. Në mesazhin e saj ajo theksoi bukurinë dhe veçantinë e shqipes, duke cilësuar si një nga gjuhët më të bukura në botë dhe si një trashëgimi që përcillet me dashuri nga brezi në brez. Ministria nënvizoi se gjuha amtare është një thesar kulturor që duhet ruajtur dhe zhvilluar vazhdimisht. Si
Sipas saj, shqipja nuk është vetëm një mjet komunikimi, por edhe simboli i historisë, kulturës dhe identitetit kombëtar. Ajo përçoi një mesazh frymëzues për ruajtjen e gjuhës dhe për forcimin e ndjenjës së përkatësisë kombëtare. Në postimin e shoqëruar u theksuar rëndësia e edukimit dhe përhapjes së gjuhës shqipe përmes brezave të rinj. Kjo ditë shërben si një kujtesë për të gjithë qytetarët mbi përgjegjësinë që kanë për të mbrojtur dhe pasuruar gjuhën amtare. Në përfundim, urimi i ministres përçoi një mesazh të qartë: ruajtja dhe dashuria për gjuhën shqipe janë detyrë dhe krenari kombëtare, që sigurojnë vazhdimësinë e kulturës dhe identitetit shqiptar në të ardhmen. Policia e Gjirokastrës me anë të një njoftimi ka bërë të ditur se rreth orës 9:40 në fshatin mashkullor dyshohet se për shkak të konflikteve të vazhdueshme për motive pronësie, shtetasi me inicialet AQ 93 vjeç dyshohet se ka plagosur me armë zjarri në këmbë shtetasin me inicialet PQ 61 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Shtetasi AQ është shoqëruar në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Gjithashtu është gjetur dhe sekuestruar arma e zjarrit Kalashnikov. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbadhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Në Përmet, pranë qendrës rinore po zhvillohet laboratori i sapunit, ku të rinjt mësojnë një zanat dhe krijojnë vetë produktin e tyre. Ata eksperimentojnë me teknika të reja, zhvillojnë kreativitetin dhe përgatisin produkte që mund të prezantojnë pranë bizneseve lokale si tester. Kjo po shikohet si një mundësi reale për të fituar përvojë, aftësi praktike dhe për të kthyer idenë e tyre në një burim të ardhurash. Prej 2 vitesh, në qytetin e Përmetit funksionon një laborator për përpunimin e sapunit artizanal me produkte natyrale. Ky aktivitet ka tërhequr interes të veçantë nga të rinjt, të cilët po e shohin si një mundësi për të mësuar një zanat dhe për të zhvilluar kreativitetin e tyre. Ky është një laborator i cili është hapur këto 2 vitet e fundit me hapjen e qendrës rinore në kuadër të zbatimit të një projekti nga fondet e EBS. Të rinjt patjetër që e kanë përqafuar këtë nismë, ata janë në hapat e tyre të parë për prodhimin e një brendi lokal në prodhimin e sapunit artizanal. Për shembull, ky sapun që ne shohim së bashku është prodhuar me vaj ulliri ekstra të virgjër, me vaj avokadoje, me vaj bajameje, pra vetëm me produkte natyrale. Laboratori u ofron të rinjve mundësi të eksperimentojnë me teknika të reja, të krijojnë produkte që mund ta prezantojnë pranë bizneseve lokale dhe jo vetëm. Synimi të rinjve është që të përfshihen edhe bizneset lokale, sidomos strukturat akomoduese, që kanë sapunin një mjet domosdoshëm dhe shumë të rëndësishëm në bizneset e tyre. Interesimi është i madh, prandaj edhe ne jemi shumë entuziast për këtë nismë, prandaj ftojmë sa më shumë të rinj, gra që t'i bashkohen kësaj nisme. Ky laborator për këta të rinj nuk është vetëm një hap drejt kreativitetit, por edhe një mundësi për sipërmarrje dhe zhvillim profesional në Përmet. Në fshatin Stegopul në bashkinë e Libohovës, Anastas dhe Aleksandra Çano, 85 dhe 75 vjeç, vazhdojnë me përkushtim traditën familjare të bletarisë. Edhe pse sot kujdesen për rreth 11 koshere për shkak të moshës, ata e konsiderojnë bletarin një zanat të bukur dhe të dobishëm. Përveç pasionit, sigurojnë edhe të ardhura nga shitja e produkteve të mjaltit dhe u bëjnë thirrje të rinjve, t'i përkushtojnë këtij profesioni që ruan traditën dhe ofron mundësi ekonomike. Në fshatin Stegopul, pjesë e bashkisë Libohovës, Anastas Çano, 85 vjeç dhe Aleksandra Çano, 75 vjeç, kanë zgjedhur që edhe në një moshë të thyer të vazhdojnë traditën e hershme familjare të bletarisë. Prej shumë vitesh ata janë kujdesur për kosheret me blet, duke kthyer këtë zanat në pjesë të pandarë të jetës së tyre. Dikur për kujdesshim për një numër të madh kosheresh, ndërsa sot për shkak të moshës mbajnë rreth 11 të tilla. Megjithatë, përkushtimi dhe dashuria për bletarin mbeten të njëjta. Ata tregojnë se bletaria është një zanat i bukur dhe i dobishëm, që kërkon durim dhe përkujdesje të vazhdueshme. Mas 45 vjet punë në naft, fillova punë me bletët. Dhe kam 20 vjet që merrem me këtë punë.
Kam 20 vjet i merr me këtë punë dhe më ka hyrë kaq shumë në qejf, sa më shumë se sa dëshira që kisha të punoja naftë. Bletët një herë në radhë parë duan ruajtur nga sëmundja. Dhe kjo që bëj unë tani është për t'i mbritur në varatoza thonë, po morri i themi ne. Edhe bëhet në fillim të vitit, do të thënë në kohën që fillon bleta pjelljen për vitin e ardhshëm, do të thënë në janar dhe në shkurt. Mbas asaj bëhen mjekime të tjera, profilaksi sigurisht, që mos fillojnë sëmundjet për paralizën, për stimulim, për mykun. Do të thënë duhet të dish që të merresh me bletët. Tashmë është kthyer në pasion, në dashuri për ju. Me pasion edhe ua në fillim mora një blet. Thash të marr një hajt. Po ajo që vitin e parë mua mu bë 4. Dhe aty pastaj unë fillova atë punën me vullnet të madh. Kemi punuar në naftë, unë kam punuar llogaritare, ekonomiste. Ikëm pastaj në Tiranë, në 97-ën. Dhe menduam, tham, bëjmë një gjë në fshat të shtëpia e pleqve, kemi më lart shtëpinë e pleqve. Aty pastaj, një 10 vjet, tham, lidh, u morëm shumë me bletët, shtuam shumë, venim edhe në Majtë Malit, mbledhnim çaj. Të dy bashkë, burë e grua. Shumë gjë e bukur, mos dija fare. U mora me burin edhe të dy pastaj, mësuam, njeri me të dy bashkë. Se është e bukur? Është shumë e bukur se të bën për vete. Të bën për vete. Kur e shikon që ajo shtohet, bëhet, pjell, shikon mbretëreshën. Kur shikon mbretëreshën, mundohet shumë, do të hapësh tërkohësherën dhe mos e gjesh në moment. Do të hapësh pra për herë të dytë, ta fillosh në e para. Ka 10 krëra kosherja. Përveç pasionit, dy të moshuarit sigurojnë edhe të ardhura nga shitja e produkteve të tyre, si mjalti dhe nën produktet e tjera të bletës. Tani 10 kam unë, 11. Po harita deri në 50 koshere. Tani iku mosha vajta 85 vjeç, nuk i bëj dot më. Tani kjo do kujdes ta mjekosh njerëz me ato mjekime që thashun, do dhe kujdes se mund të sulmohen. Një blet që i ka mbaruar ushqimi, ajo sulmon tenton të futet e bleta tjetër të marrë ushqimin. Po njëkohësisht duan kontrolluar edhe për ushqim më përpara që ti ato që kanë konsumuar ti ushqesh, po duhet edhe ti ushqesh për stimulim që të shtojnë pjelljen. Sa më mirë është të ushqen tani me ushqim stimulus që i them ne, me shërbet sheqeri dhe me që blejnë në farmacira. Ne me këto blet jemi mbajtur, se sa do pensionet nuk janë, nuk harin. Dhe ham dhe diçka të mirë dhe atyre që ja u japim, u japim një gjë të. Tani po i bëjmë një profilaksi, një ilaç për variatozën. Edhe kemi ardhë Kastile për atë punë djerë, në pruriquni, se s'kishim ardhë që në nëntor që operova bukrin edhe. Me këto fitoni dhe të ardhurat. Po, kemi fituar. Produkteve tyre? Te shoqëria e fëmijëve. Kemi fëmijët, nusën e kemi mike, djalin mjek, dhe me thënë, edhe me shoqërinë e tyre e shesim. Për brezin e ri ju themi edhe tonëve, se i kam besat, i kam të mëdhaja, nipi goxha, por nuk kanë shumë qejf të rinjtë. Kjo është e keqja. Çfarë këshille keni për ta? Fëmijët duhet fillojnë të punojnë që të vegjël. Edhe duhen stimuluar në një çik. Puna shumë e mirë dhe të nxjerr. Mua më vjen shumë keq për ata pensionistë që kanë ikur në fshati dhe i shikojnë në Tiranë lozin domino. Edhe thonë nuk na del pensioni, nuk na del kjo, nuk na del ajo. Por njeriu pse ta lësh fshatin? Fshati ka klimën, fshati ka ajrin, ujin. Çdo gjë që po prodhove diçka bio, është gjëja më e mirë. Ata kanë edhe një këshill për brezin e ri ti përkushtohen më shumë këtij zanati, i cili jo vetëm ruan një traditë të hershme, por ofron edhe mundësi të mira për të ardhura dhe punë të ndershme.
Majlinda Kristo prej 25 vitesh zgjohet çdo mëngjes herët për t'i dhënë më shumë gjelbërim dhe bukuri qytetit të Përmetit. Mes luleve, pemëve dekorative dhe hapësirave publike që kërkojnë për kujdesje të vazhdueshme, ajo ka kthyer punën në një mision. Sot e përqendruar tek mbjellja dhe prodhimi i fidanëve, Majlinda gjen kënaqësi të veçante të trëndafilat që sipas saj japin më shumë jetë qytetit. Prej 25 vitesh, Majlinda Kristo i ka përkushtuar jetën pastrimit dhe gjelbrimit të qytetit të Përmetit, çdo mëngjes për të nisë herët, mes luleve, pemëve dekorative dhe hapësirave publike që kërkojnë përkujdesje të vazhdueshme. Gjatë këtyre viteve, ajo ka përjetuar vështirësi të shumta, por edhe kënaqësi të veçanta, sidomos kur sheh rezultatet e punës së saj. Edhe i vështirë se puna është në teren, në shi, në borë, në diell. Po tani e kemi marrë përsi për këtë punë, duhet ta bëjmë. Me tani edhe të kënaq puna se ti shikon kur mbjell dhe ato çelin, rriten, bëhen kështu, ndjen një kënaqësi. Ne japim ngjyra qytetit edhe me gjelbërim, edhe me pastrim dhe kështu që ndjejmë një kënaqësi në vetvete. Tani në këtë periudhë të dimrit ne i krasitim pemët, shkurret, trëndafilat, i marrim kalemat dhe i stratifikojmë, i mbjellim në për vllaja këtu në Farishte. Aktualisht puna e saj dhe e kolegëve është përqendruar te mbjellja dhe prodhimi i fidanëve. Në këtë periudhë tani ne jemi të fokusuar tek kalemat, me fjalë që ne i prodhojmë vetë të gjitha, mbjellim farat e pemëve të shkurreve, mbjellim kalema dhe i prodhojmë fidanet gjithë vetë, trëndafila, pemë, shkurre, lulet. Tani vjen periudha dhe pak dhe ne mbjellim farat e luleve që do i nxjerrim në maj. Për Majlindën, kënaqësia më e madhe mbetet momenti kur mbjell trëndafila, lulet që sipas saj i japin më shumë gjallëri dhe hieshi i qytetit. Duke qenë që jemi qyteti trëndafilave dhe i luleve, na jep kënaqësi kur i mbjellim dhe trëndafilat dhe lulet. Dhe kur çelin, marrim ato frutet që kemi dhënë gjatë gjithë kohës. Pas 25 vitesh punë, Majlinda vazhdon me të njëjtin pasion, duke parë çdo fidanishte dhe çdo lulishte si një pjesë të shpirtit të saj dhe të qytetit që ajo e do aq shumë. Edhe në bashkinë e Libohovës, fermerët janë përballur me vështirësi për shkak të motit të paqëndrueshëm, i cili ka vonuar nisjen e punimeve në tokë dhe plugimeve sezonale. Sipas specialistëve të bujqësisë, kushtet atmosferike dhe lagështia e lartë kanë penguar hyrjen e mjeteve në parcela, duke shtyrë procesin e mbjelljeve. Fermerët e bashkisë së Libovës po përballen me vështirësi gjatë kësaj periudhe për shkak të motit të paqëndrueshëm. Rreshjet dhe temperaturat e ulta kanë penguar nisjen normale të punimeve sezonale në bujqësi, duke krijuar vonesa në përgatitjen e tokës. Sipas specialistëve të bujqësisë, kushtet atmosferike kanë ndikuar drejt për drejt në shtyrjen e punimeve në tokë. Lagështia e lartë dhe pamundësia për të hyrë me mjete bujqësore në parcela kanë bërë që procesi i plugimeve dhe mbjelljeve të mos fillojë ende, duke rrezikuar kalendarin e zakonshëm të punës. Situata meteorologjike nuk është e përshtatshme për punimet në bujqësi, pasi niveli i lagështirës në tokë është i lartë dhe kjo ka sjellë vështirësi në kryerjen e punimeve, kryesisht në plehërimin bazë dhe në kryerjen e punimeve dhe përgatitjeve për stinën e pranverës. Fermerët kryesisht kanë marrë masa për sigurimin e plehrave, qoftë për plehërimin bazë, qoftë për plehërimin plotësues në kulturat që kanë mbjellë. Aktualisht fermerët po shfrytëzojnë këtë periudhë për të kryer riparime dhe mirëmbajtje të mjeteve bujqësore, me synim që sapo kushtet e motit të përmirësohen të nisin punën për të rikuperuar kohën e humbur dhe për të vijuar sezonin bujqësor sipas planit. Patjetër që duhet të përfundojnë rreshjet dhe kushtet meteorologjike të favorizojnë punimet në sektorin e bujqësisë, pasi bujqësia është një sektor delikat i cili varet nga kushtet meteorologjike, nga kushtet atmosferike, për arsye sepse punimet dhe përgatitjet për stinën e pranverës duhet kryen në kushte optimale.
mendohet dhe nga të dhënat e sistemit meteorologjik mendohet që me hyrjen e pranverës në fillim të muajit mars situata të normalizohet. Nga ana tjetër, Bashkia e Libovës ka kryer disa ndërhyrje në mbështetje të fermerëve. Gjatë kësaj periudhe janë intensifikuar punimet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale, duke lehtësuar lëvizjen e mjeteve bujqësore drejt parcelave. Gjithashtu është punuar për pastrimin dhe sistemimin e kanaleve kulluese, me qëllim shmangjen e përmbytjeve dhe përmirësimin e drenazhimit të tokave bujqësore. Këto masa synojnë të krijojnë kushte më të favorshme për nisjen dhe vijimi normal të sezonit të punimeve në bujqësi. Ish agronomi Skënder Alisha Muça është nderuar pas vdekjes me titullin qytetar nderi nga Bashkia Tepelen në një ceremoni solemne të organizuar me pjesëmarrjen e autoriteteve lokale, familjarëve dhe bashkë qytetarëve. Ky vlerësim u akordua në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij të çmuar në zhvillimin e bujqësisë dhe për rolin e tij si figurë e respektuar në jetën shoqërore të komunitetit. Bashkia e Tepelenës akordoi titullin qytetar nderi pas vdekjes për zotin Skënder Alisha Muça, një personalitet i shquar i fushës së agronomisë dhe jetës shoqërore në zonë. Në fjalën e tij, kryetari i bashkisë Gramo Sako theksoi se vlerësimi me titullin qytetar nderi përbën një shprehje të thellë mirënjohjeje institucionale për jetën dhe veprën e Skënder Alisha Muçës, duke nënvizuar se trashëgimia e tij profesionale dhe njerëzore do të mbeten frymëzim për brezat që vijnë. Zoti Skënder Muça është një profesionist i përkushtuar i bujqësisë, agronom me formim dhe vizion, i cili në gati 4 dekada shërbeu me ndershmëri, përgjegjësi dhe në zhvillimin e kooperativave bujqësore Dukaj, Zabokim, Memalia dhe në gjithë rrjetin e Tepelenës. Ai nuk ishte thjesht një drejtues dhe një organizator, por njëri që donte punën, ushtronte atë me pasion, drejtësi dhe përkushtim. Mbi të gjitha, Skënderi ishte njëri i komunitetit, i afërt me njerëzit, i drejtë, i thjesht, i gatshëm për ndihmuar. Ai dëgjonte, këshillonte, frymëzonte, duke bërë model për breza të tjerë dhe pas tij. Sot në këtë moment nderimi, Bashkia Tepelen i akordoi titullin qytetar nderi pas vdekjes Skënder Muça si shprehje mirënjohjes për kontributin e tij të vyer në zhvillimin e bujqësisë dhe jetës shoqërore të Krainës. Ky titull është dëshmi se puna e ndershme dhe shërbimi ndaj komunitetit nuk harrohen kurrë. Lavdi punës dhe kontributit të tij i pa harruar kujtimin e tij. Propozimi për këtë titull u bë nga shoqata Labëria, e cila vlerësoi rolin dhe ndikimin e tij të rëndësishëm në komunitet, duke ja paraqitur kërkesën për miratim Këshillit Bashkiak. Skënderi, historinë e tij e tregoi me punën, veprën e tij gjatë periudhës së viteve 70 deri në vitet 85. Skënderi u dekorua në atë kohë nga i sistem, nga presidiumi i Kuvetit Popullor me disa medalje. Sot merr medaljen e vendlidhjes së tij, medaljen e Tepelenës. Në ceremoni morën pjesë përfaqësues të autoriteteve lokale, familjar, miq, bashkëpunëtor si dhe qytetarë banor të fshatit Dukaj, të cilët ndan kujtime dhe vlerësime për figurën e tij. I mbar, i qet, i dashur gojem, ishte edhe Skënderi. Skënderi, drejtues dhe njëri me vlerat të mëdha e të rralla. Zona e Butit ndihemi krenar për tërë vlerat e intelektualet e zonës të Laborisë që na kanë nderuar me punën e tyre, por në të veçantë Skënderi, Marit Lidanbus, Përmes punës së tij shumë vjeçare, Skënder Alisha Muça na gjurmë të pashlyeshme në memorien kolektive, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e praktikave bujqësore dhe në forcimin e jetës ekonomike e shoqërore të zonës. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.